Live from Tirana në Top Albania Radio. Data shënon 4 maj, 11:09 është ora eksakte në këtë moment dhe ju ftoj të gjithëve të përqendroni, por nëse keni mungesë përqendrimi në përditshmërinë tuaj, është ende më e rëndësishme për të dëgjuar këtë bisedë, sepse do të flasim pikërisht për një temë shumë interesante sot, për ato që njerëzit sot edhe vetë diagnostikohen duke folur me ChatGPT apo duke lexuar artikuj online, por është gjithmonë mirë për të shkuar tek ekspertët dhe për të gjetur dhe pse jo zgjidhje. Për diskutuar për këtë kam Laurena Brako Jusufi, eksperte e disleksisë, por keni edhe besoj një formim goxha të gjerë me sa po flisim dhe me sa kam parë në platforma sociale ku ju bëni biseda dhe postime shumë interesante. Mirë se vjen në program. Shumë kënaqësi Ronaldo. Interesante shumë si temë. Edhe besoj e vlefshme për të kuptuar një herë në fakt çfarë është ADHD-ja, se ndonjëherë edhe e keq interpretojmë, e lidhim vetëm me mungesën e disiplinës ose sipas një shpjegimi profesional. Pra, juve kur e pyesin çfarë është ADHD-ja, si e shpjegoni? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme që meriton përgjigje, sepse ajo që kemi sot në masë është mungesa e shpjegimit të duhur dhe kuptimit se çfarë është ADHD-ja. Pra kemi mbi dozë informacioni, por shpesh që në fëmijëri, fëmijët etiketohen si të shpërqendruar, dembel që nuk duan të mësojnë, por në fakt shumica prej tyre kanë një çrregullim neurozhvillimor të sjelljes siç është ADHD-ja, që ka baza tërësisht biologjike dhe ka të bëjë me lëvizjen e balancës së neurotransmetuesve, pra balancat kimike. Që do të thotë, kjo sjellje, ky impulsivitet, ky hiperaktivitet nuk është si pasojë e dembelizmit, mungesës së edukatës apo të vullnetit të këtij fëmije, por vjen në mënyrë të pakontrollueshme dhe nuk arrin ta menaxhojë. Dhe kjo është hapi i parë i kuptimit si te prindrit, te mësuesit dhe tek punëdhënësit. Ka edhe shumë adultë të cilët hasin probleme në vendin e punës për shkak të diagnozës së ADHD-s të pakuptuar në vendin e punës. Kjo zgjat, pra nuk ngel vetëm në fëmijëri, si Ajo ADHD-ja diagnostikohet herët në fëmijëri dhe vazhdon përgjatë gjithë jetës, por ndryshimi është këtu. Sa më herët që të identifikohet dhe të diagnostikohet, trajtimi bëhet më efektiv, pra i individualizuar, i personalizuar, sepse dhe ADHD-ja ka 9 tipet e saj, që kemi deficitin e vëmendjes, pra fëmijë që duken harraq, të shkëputur në atë botën e tyre, që është një grup që bisedon dhe tjetri është i shkëputur dhe pyet çfarë po thon për të bashkuar në bisedë, për ndërkohë ka sërish tendencën për të shkëputur. Kemi tipin hiperaktiv, që është gjithkohës në lëvizje, është ato që ne në përditshmëri quajmë nuk lë dur bashkë. Po, ose shumë i shkathët. Por kur shkathësia ndikon në cilësinë e jetës, atëherë nuk është më shkathësi. Si ndikon në cilësinë e jetës? Po fëmijët të cilët janë shumë hiperaktiv apo dhe adultët nuk arrin të mbajnë dot radhën, nuk arrin të luajnë me shokët, sepse nuk arrin të ndjekin rregullat deri në fund, nuk arrin të dëgjojnë orën e mësimit, bën ngacmues, edhe dashurinë, pra kur duan ta shprehin me shokët, me shoqet, janë shtrëngime të tepërta, pra bëhen provokator, sfidues. Pra që shpesh ky ADHD bashkëshoqërohet me atë që është kundërshtimi sfidues ose çrregullimi opozicional sfidues. Pra gjithkohës kërkojnë të provokojnë, të testojnë limitet, pra me veprime impulsive. Dhe e treta është impulsiviteti, që për mua është terreni më i vështirë, sepse impulsiviteti dhe problemet e zemërimit janë ato që shkatërrojnë çdo marrëdhënie. Pra në mënyrë impulsive reagojnë, prishin, shkatërrojnë marrëdhënie dhe ngelen vetëm. E shfaqin që fëmia, pra që në fëmijërinë e hershme, pra dhe vazhdon edhe në moshën adulte. Por adultët arrin ta kamuflojnë dhe ta vetë kontrollojnë ndërmjet strategjive që ata kanë mësuar përgjatë rritjes së tyre. Cilat janë shenjat e para që prindrit duhet të jenë shumë të përqendruar tek fëmijët e tyre për të mësuar që mund të jenë me ADHD dhe për t'i çuar më pas tek terapistët, tek profesionistët e dur, se ndonjëherë pra është rëndësishme të bëjmë këtë, pra shpërqendrimin e zakonshëm në ndosë të gjithëve ose dhe ADHD në vërtet, pra cila është ajo që i diferencon këto të dyja.
Atëherë, ADHD-ja ka disa simptoma specifike që në moshën parashkollore, pra që në moshën 4-5 vjeçare. Shikojnë që një fëmijë nuk arrin të përshtatet me grupin e bashkëmoshatarëve, nuk arrin të mbajë biseda deri në fund. Ajo që identifikohet shumë herët në fakt është edhe vonesa gjuhësore që kanë këta fëmijë. Pra, edhe si në çdo çrregullim tjetër neurozhvillimor kemi një raport 4 djemë dhe një vajzë të prekur. Pra gjithmonë është më i madh raporti tek djemtë. I djemve. Nuk arrin që të bashkohen dhe të përfshihen në lojra dhe aktivitete të cilat kërkojnë durim dhe ndjekjen e aktivitetit deri në fund. Kanë tendencë të shkëputen, kanë përgjigjet impulsive pa pritur të dëgjojnë deri në fund përgjigjen, kërcejnë nga një temë te tjetra pa e mbaruar atë, nuk arrin të ulen dhe të përfundojnë një detyrë në kohë, po kalojnë lënë një detyrë kapin një tjetër. Pastaj tjetër është kurioziteti i tepruar, pra pyetje të shumta, të cilat duan të dinë gjithçka, nuk kanë durim kur do ikim, kur do mbaroj, ka përcime të shumta, po, dhe nuk arrin asnjë aktivitet që ta përvetsojë ashtu siç duhet. Pra dhe kjo kurioziteti nëse hyn në një ambient të ri, duke prekur çdo gjë, shtrëngimet e forta, provokimet me shokët, pra tipat ngacmues që njihen në përkopshta apo në përshkolla. Nuk arrin që në bank të qëndrojnë, pra në shkollë bëhet një sfidë me vete, pra etiketohen nga mësuesit shpesh si të prapt. Dhe këta fëmijë janë ata që përjetojnë më shumë kritikën dhe bëhen hipersensitiv ndaj kritikës. Dhe kjo çon pastaj në pasoja psikologjike dhe sociale, që do të thotë ky fëmijë humbet vetbesimin. Nuk jam i mirë në asgjë, të gjithë më kritikojnë mua. Kjo ndodh në shkollë, ndodh edhe në shtëpi. Dhe fillon dhe krisja e asaj atmosferës emocionale në shtëpi. Pra prindi nuk e kupton fëmijën, sepse nuk e di nga buron kjo vështirësi, pra etiketon si të prapt, sfidues, nuk dëgjon, dhe fëmija nga ana tjetër ka këto impulset që nuk arrin t'i menaxhojë dhe t'i kontrollojë. Do një lloj delikatese, mënyra si qasemi këtyre fëmijëve, apo jo, edhe për t'i mësuar, kritikuar përpara se t'i çojmë tek terapistët, tek profesionistët. Mendoj që ky është hapi i parë dhe më i rëndësishmi. Pra prindi të qaset në mënyrë natyrale dhe jo me kritik. Kritika shkatëron. Shkatëron që në vegjëli dhe bën që përgjatë rritjes fëmia të zhvillojë mungesën e vetbesimit dhe nuk ka më keq se një fëmijë që nuk ka vetbesim te vetja e tij. Asnjëherë nuk do besoj se meriton diçka. Dhe kjo çon pastaj në sjellje deviante, çon në mungesë respekti ndaj figurës prindërore. Gjithmonë është e rëndësishme që prindit të vendosin kufi, po kufi pa hyrë në konflikt me fëmijën. Pra kufit janë ato që vendosen dhe i shpjegojnë fëmijës sjelljet shkak pasojë. Dhe kufit e respektohen, por me një ton të qetë dhe me një prezencë mbështetëse. Nëse prindi, sepse shpesh dëgjoj nga prindrit që e kam lënë se do kaloj, pra duke shpresuar që është i prapt, por me më shumë disiplinë do përmirësohet. Nëse fëmijës i japin dhe një kohë dhe i shikojnë që kjo sjellje dhe ky impulsivitet po i prish cilësinë e jetës, aktivitetet, progresin akademik, zgjidhja e parë është pranimi, pra që diçka nuk është në rregull dhe ka nevojë për një vlerësim profesional. Në momentin që prindi e kupton që kjo vështirësi nuk varet nga fëmia, ndryshon dhe qasja dhe ndryshon dhe klima familjare. Interesante shumë. Do të shkojmë vetëm për pak tek sa e njohin shqiptarët ADHD-n, pra a njohin vetëm këtë etiketimin ky fëmia im është i prapt apo shumë i shkallët, apo din të kuptojnë që ADHD-ja ekziston dhe të drejtohen më pas tek terapistët, dhe çfarë ndodh një fëmijë gjatë gjithë procesit të tij të rritjes duke shkuar më pas në adoleshencë deri duke qenë adult nëse nuk e trajton ADHD-n. Por një shkëputje të shkurtër marketingu. Ju përshëndes live nga Live from Tirana, 11:20 orë eksakte në këtë moment, po flasim me Laurenën, eksperte e fushës, për të diskutuar për ADHD, një temë shumë interesante dhe e rëndësishme, do të thoja, gjë për cilën këtu bijem dakord absolutisht. E njohin prindërit shqiptar ADHD-n ose shqiptarët në përgjithësi? Apo vinë për një shqetësim tjetër edhe kuptojnë çfarë është ADHD-ja rrugës? Në fakt, ka një ndërgjegjësim shumë të lartë vitet e fundit, por zakonisht prindit vinë të shqetësuar për progresin akademik të fëmijëve dhe për sjelljen e tyre sfiduese. Pra arrin shumica e prindërve në marrjen e intervistës klinike, pra që thonë që diçka nuk shkon me fëmijën tim. Pra, e kuptojnë që nuk shkon diçka.
vështirësia gjithmonë identifikohet dhe zakonisht është nëna me intuitën më të mirë, pra që sidomos kur ka një fëmijë më të madh dhe bën krahasimin e zhvillimit të dy fëmijëve, arrin të kuptojë që diçka nuk shkon në ritmin e këtij fëmie. Është shumë inteligjent, ka një arsye shumë të shëndosh, mendim analitik, por kur vjen puna për të bërë rutinën ditore, gjithmonë kemi probleme dhe sfida të njëpasnjëshme. Dhe zakonisht fëmijët kur marrin diagnozën e ADHD-s, pra unë gjithmonë preferoj që edhe fëmijët jenë prezent për ta kuptuar që nuk është mungesë inteligjence, por kemi një mungesë të kontrollit emocional. Ka stigma në këtë fushë? Shumë pak. Unë t'jem shumë prindri ndjen një lehtësim të jashtëzakonshëm në momentin që marrin diagnozën e ADHD-s. Pra kuptojnë që ky fëmijë ka një inteligjencë dhe një potencial të jashtëzakonshëm dhe gjithë të sjelljet dhe këto hiperaktivitet, impulsivitet, deficit vëmendje kanë qenë jo në dorën e tij. Pra jo si pasojë e një edukate, sepse prindrit zakonisht pyesin dhe pyetja më e shpeshtë ku kam gabuar. Gjatë prindërimit. Dhe unë i them gjithmonë, nëse një prind e ka këtë pyetje, po bën më të mirën e tij. Pra, duke pyetur veten të korrigjohet. Prindërimi është pa recetë dhe gjithsekush bën atë që mendon më të mirën në një moment të caktuar. Por ajo që është e rëndësishme sa më herët të diagnostikohet dhe të identifikohet ADHD-ja, prognoza është më e mirë. E nëse nuk e diagnostikojmë dhe nuk shkojmë tek profesionistët? Atëherë kemi një progres akademik i cili shpesh lihet në mes, kemi kritika të shumta të këtyre fëmijëve nga rrethi shoqëror, përjashtohet, pra sepse nuk ndjek lojrat, nuk arrin të bashkohet në bisedë dhe të mbajë ritmin duke pasur durim, po ashtu edhe në shtëpi klima emocionale është shumë e tendosur, pra gjithmonë duke kritikuar fëmijën, duke çuar në ato që ne mundohemi të shmangim që janë pasojat psikologjike dhe sociale. Kemi një fëmijë që rritet me një vetbesim dhe vetvlerësim të ulët, pra që e çon të besojë që nuk është i aftë në asgjë, dhe shumë fëmijë me një potencial mendor të jashtëzakonshëm kur kanë marrë diagnozën, e kishin të vështirë të besonin që kishin një inteligjencë të mirë. Madje edhe adultët thonë gjithë jetën kam pyetur veten time çfarë nuk shkon me trurin tim. Dhe ne këtë duhet ta evitojmë që një fëmijë të rritet me pikpyetje, pra duke vënë në dyshim potencialin e tij. Dhe duke marrë mbështetjen e duhur, vërtet kanë dhënë rezultate të jashtëzakonshme. Interesante, e dëgjoj me shumë vëmendje këtë bisedë se mendoj këtë gjë prindrit tanë, për shembull. Nuk dinin ku ta çonin. Nuk dinin ta kuptonin, ta diagnostikonin. Një rast shumë interesant që duhet ta ndaj është diagnostikimi një gjyshe 67 vjeçare me ADHD. Vërtet? Po, pasi nipi i saj 11 vjeç mori diagnozën e ADHD-s dhe ajo po në qendrën tonë dhe ajo kishte dëshirën për ta bërë testin, sepse gjithë jetën ajo kishte pyetur veten, pra pse nuk ka mundur të arrijë të lexojë një libër deri në fund, pra të përfundojë një punë deri në fund dhe kishte pasur probleme dhe familjare, pra të emocionit e kuptuar nga bashorti. Dhe kur mori diagnozën shpërtheu në lot. Dhe tha, unë tani për herë të parë mbas 67 vitesh e kuptova që problemi im ka qenë ADHD-ja dhe jo një çrregullim tjetër i trurit tim. Më preke me këtë. Imagjino sa njerëz mund të kenë ADHD në moshë adulte, mbase përfundojnë dhe gjithë jetën e tyre pa e ditur, ë? Shumë e vërtet. Çlirohen të tjerë njerëz adult kur marrin vesh që ka një ADHD, pra ka një lloj çlirimi, një lloj shfaqësimi me pyetje kritika që mund të ke bërë vetes vazhdimisht se kjo për shembull, pse se përfundon dot një libër. Nga informacioni tepër, siç e the edhe në fillim, shpesh njerëzit mendojnë simptomat i lidhin me çrregullime të tjera, pra ankthi, depresioni, çrregullime të spektrit dhe vinë shumë konfuz, pra se çfarë kanë. Dhe në momentin që marrin diagnozën ADHD-s dhe arrin të kuptojnë nga buron kjo vështirësi, jo vetëm që arrin ta menaxhojnë më mirë, por edhe lehtësohen dhe janë më të sigurt në vetvete, pra që kjo nuk është dembelizëm, nuk është impulsivitet nga mungesa e edukimit, por është ashtu si truri funksionon nga brenda, pra këto balancat neurokimike që nuk janë në dorën tonë. Qartë, ju shpjeguat pothuajse të gjitha simptomat që duhen identifikuar tek fëmijët dhe më pas i çojmë tek specialistët. Nëse ndodh që nuk identifikohet, nuk trajtohet dhe ky fëmijë arritet shumë përveç mungesës së vetbesimit, pra mund të kemi pasoja të tjera të rënda më fatale kur ky fëmijë të jetë adult?
Po, në rastin e qoftë edhe çrregullime shëndetësore, jo vetëm në tiparet e karakterit. Në rastin e hiperaktivitetit dhe impulsivitetit, problematikat dhe ato që rrezikohen janë sjellje devijante në adoleshencë. Pra prirja drejt abuzimit me substanca narkotike për të marrë adrenalinën, shpejtësitë me motorra apo me makina të mëdha që çojnë drejt fataliteteve dhe drejt aksidenteve. Por gjithashtu edhe në jetën adulte, ndërtimi i marrëdhënieve të shëndetshme, martesa që shpesh përfundojnë në divorce të shpeshta, ndërrimi i partnerëve, të cilat bëhen problem në jetën e një adulti. Po pse? Po sepse impulsiviteti, hiperaktiviteti, paqëndrueshmëria. Pra në momentin kam dëgjuar shpesh edhe adultë që thonë, më ikën interesi për të njohur dikë. Pra fillon me një motivim shumë të madh dhe shumë shpejt bie interesi dhe ka dëshirë të provojë diçka tjetër dhe tjetër, sepse është mungesa e qëndrueshmërisë, pra lëvizja e balancave kimike së brendshme që nuk do ta bëj më ose të rrini një marrëdhënie, pra kërkon eksperjenca të reja vazhdimisht, nga mungesa e kontrollit emocional të kuptuarit. Dhe këto funksionojnë së brendshmi dhe sa më herët i kupton një individ dhe i menaxhon, aq më e shëndetshme është jeta e tij, ose biznese të cilat mbyllen për shkak të zvarritjes së punëve. Ose punë të lëna Për gjysmë. Dhe në këtë moment kur punët mbeten për gjysmë, rritet ankthi. Ankthi që këto punë duhen bërë po nga ti dhe pastaj kalojnë në simptoma të tjera, mungesa e kontrollit, humbja e rutinës së ditës dhe deri në faza depresive. Ka një analizë apo vetëm nëpërmjet pyetjeve të psikologut, të specialistit që diagnostikon që fëmia është me ADHD, pra ka analiza që bën në laborator, ka një test, pra si funksionon, pra si ndodh diagnostikimi? Deri tani në Shqipëri është përdorur testet tradicionale psikoedukative, pra me laps dhe letër, që duhet masin performancën, sjelljen e fëmijës për të dalë në një rezultat. Ajo që ne përdorim sot është një teknologji inovative shkencore, që është zhvilluar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për herë të parë kemi 2 vite që e kemi sjellë në Shqipëri, që është lëvizja okulare e syve, pra analiza e lëvizjes së syve, e cila realizohet me një sistem fotoelektronik në të cilën i ekzaminuari që në moshën 4 vjeçare, pra shumë herët, ulet para sistemit fotoelektronik dhe i jepen stimuj të ndryshëm drite. Ky sistem arrin të analizojë lëvizjet okulare me 1 milisekond. Pra shumë shpejt, jo vetëm që i regjistron, por edhe i analizon, duke na nxjerrë llojin e diagnozës dhe nivelin e vështirësisë, por edhe një plan strategjik të individualizuar se si mbështetet dhe trajtohet. Jo vetëm diagnoza, por gjithashtu edhe trajtimi bëhet me neurofeedback oftalmokinetik, që po ashtu është një pajisje me sistem fotoelektronik e cila i dërgon sinjale trurit për ta bërë të pandërgjeshme të ndërgjeshme. Pra të korrigjojë gabimet në 3 milisekonda, që as mësuesi më i shpejt nuk arrin që ta kapë. Për këtë doja të pyes se më pas kurimi si ndodh, pra trajtimi është i njëjtë kur diagnostikohet edhe një fëmijë apo kur një 20 vjeç e sipër kupton që ka ADHD, pra merr ilaçe, ka aparatura, janë vetëm takimet me psikologën, pra për këtë doja të pyesja. Ajo që kemi ekskluzivitet është pikërisht neurofeedback oftalmokinetik, pra i cili funksionon me hertz, pra gradohet sipas nivelit të vështirësisë dhe diagnozës së marrë, në të cilën individi ulet para sistemit fotoelektronik dhe në momentin që ai tenton të bëjë Kjo është njësoj, pra dhe për fëmijët dhe për adultët. Po. Në momentin ndryshon vetëm gradimi në hertz, pra me sa hertz ka nevojë, pra sa duhet jetë sensitiviteti që truri të marrë sinjalin e duhur. Dhe në momentin që ai tenton të shpërqendrohet në mënyrë të pavetdijshme, në 1 milisekond truri informohet dhe ngre një lloj alarmi biologjik që detyron të korrigjojë veten. Pra truri jo vetëm mëson të kontrollojë veten, por kjo transferohet edhe në jetën e përditshme, pra me frenimin e impulseve dhe vetë kontrollin. Bukur shumë, do të flasim vetëm pas pak për disleksikët, edhe kjo një temë e komplikuar, këtu ka stigma? Ka, besoj pak më shumë se konsiderueshëm do të thoja, dhe kam me merak të pjesën. Kështu që, me njëherë pas një hapësire të shkurtër marketingu. Është një temë e vlefshme e sidomos për ju që jeni prindër dhe ndonjëherë vrisni mendjen se çfarë ka fëmia juaj, çfarë nuk shkon me fëmijët tuaj, ndonjëherë ndiheni keq për shkak të stigmave duke i etiketuar ato me fjalë të papërshtatshme, por në fakt mund të jetë e kundërta, aty mund të fshihet
ai thesari i argjën tek fëmia juaj, po thjesht do pak kujdes, do pak terapi. Do të shkojmë tani tek disleksia. Apo jo? Po, që ne ndonjëherë përdorim edhe për batutë, çajti disleksik që nuk e shef çfarë shkruhet aty. Çfarë është disleksia dhe çfarë fshihet pas njerëzve disleksik? Një thesar i madh mendimesh, zgjuarësie apo Disleksia do ta nisja është dhuratë nga Zoti dhe kështu duhet parë, sepse janë fëmijë dhuratë. Disleksia është një vështirësi specifike në të nxënë. Dhe këtë dua ta theksoj për shkak të mungesës së perceptimit dhe keq kuptimit që kanë në përgjithësi. Disleksia shpesh ngatërohet me vështirësitë e përgjithshme në të nxënë, të cilat janë vështirësitë e përgjithshme në të nxënë që ndikohen nga disa faktorë specifik. Pra, te vështirësitë e përgjithshme në të nxënë, fëmia ka një progres të ulët akademik, dukshëm nga bashkëmoshatarët e tjerë në të gjitha lëndët në mënyrë lineare. Pra që ndikohet një fëmijë nga një status socioekonomik i ulët që bën mungesa në shkollë, rrjedhimisht do ketë një rezultate më të ulta në shkollë. Dhe këtu kemi të bëjmë me vështirësitë e përgjithshme në të nxënë. Nga ana tjetër qëndrojnë disleksikët, që edhe pse të gjithë faktorët mund t'i kenë në favorin e tyre, sërish ata kanë një vështirësi kur vjen puna te shkrimi dhe te leximi. Që në vitet 1940 kur është zbuluar për herë të parë disleksia, në atë kohë merreshin neurologët, pra duke ngritur shumë pikpyetje mbi disleksikët, si ka mundësi këta fëmijë me një potencial të jashtëzakonshëm kur ju prezantohet leximi, duket sikur nuk shohin. Pra ka të bëjë me mënyrën se si truri i tyre e përpunon informacionin, që është zona e shkrimit dhe e leximit, pra e dekodimit të fjalëve. Dhe disleksia nuk shkon vetëm, ka dhe simptoma bashkëshoqëruese të tjera. Pra dy simptomat kryesore tham, vështirësitë në lexim, një lexim i ngadaltë dhe plot me gabime. I çrregullta, nuk mbajnë mend shkronjat, fjalët, çfarë ndodh, çfarë kaosi ndodh në trurin e tyre. Në momentin ka shkallë të ndryshme të disleksikës. Pra fillojnë që tek mungesa e memorizimit të çdo shkronje. Pra nuk arrin të identifikojnë shkronjat dhe pse janë përsëritur, ka vazhduar 2 vite ky fëmijë është në klasën e 2 dhe të 3. Mungesë për ndërprerje. Imagjinon dot çfarë traume mund të ketë qenë vitet më parë kur këto fëmijë nuk mësojnë dot shkronjat dhe se si mund të jenë trajtuar nga mësuesit. Ronaldo, ajo që unë bëj trajnime për disleksin për profesionistët dhe një nga pyetjet i them e nis trajnimin është çfarë do mendoni ju për një fëmijë që përjashtohet nga shkolla në klasën e parë, i trajtuar si i paaft nga ana intelektuale, dërgohet në shtëpi dhe shkolla nuk e pranon më. Nëna e tij, një mësuese shumë e mirë, lë punën dhe i përkushtohet djalit të saj duke besuar dhe mëson në mënyrë autodidakte dhe për çdo faqe që lexonte i jepte një monedhë shpërblim. A mendoni se ky njeri do kishte sukses në jetë? Pjesëmarrësit thonë jo. Në fakt ky njeri është Thomas Edisoni, pra një nga mendjet më kreative të historisë. Dhe pikërisht këtu e vë theksin tek potenciali që kanë fëmijët me disleksi dhe shpesh duke u vënë në qendër të kritikave dhe frustrimit që jep shkolla pra me shkrimin dhe leximin, edhe këta fëmijë, ashtu si fëmijët me ADHD, fillojnë një vetbesim shumë të ulët. Pra në vlerësim, që nga mënyra që fillojnë të lexojnë, zëri i tyre dhe intonacioni është shumë i ulët ose shpërthime në të qara, sepse kur ne e kemi detyrën shumë të vështirë që i kalon aftësitë tona, zgjidhja më e lehtë është që ne të dorëzohemi dhe të tërhiqemi. Çfarë ndodh kur këta fëmijë trajtohen? Pra, ky procesi që e kanë të vështirë të lexojnë, të memorizojnë shkronjat dhe fjalët zjat pothuajse gjithë jetën, pra përmirësohen, si? Pra edhe kur arrin në një moshë adulte, ka prapë ende kaos të trurin e tyre apo? Disleksia nuk është smundje, është çrregullim dhe si tillë e shoqëron një individ përgjatë gjithë jetës. Por mekanizmat dhe strategjitë që ai fiton dhe zhvillon e përmirësojnë atë dukshëm. Pra që arrin të zhvillojë strategji të dekodimit të leximit. Studimet që janë bërë edhe në studentët e PhD-s, pra të doktoraturës, që ishin disleksik dhe lexues tipik, u vure sërish një ritëm më i ngadalt leximi, sepse ata sërish së brendshmi kishin një konfuzion deri diku, por kishin mësuar mekanizma dhe strategji për t'i superuar. Kur fëmijët me disleksi mbështeten me programin e dur dhe trajtimin, unë marr mesazhe të tilla që kanë marrë 9 në gjuhë dhe vojse që më vijnë për ditë nga entuziazmi. Dhe është kënaqësia më e madhe, se fitojnë vetbesimin, sigurinë dhe janë ata pastaj që ngrej dorën për të lexuar në klasë apo për të marrë pjesë në detyra të tilla. Kemi ne programe të duhura, infrastrukturën e duhur në arsimin shqiptar për të mbështetur fëmijët disleksik?
Fatkeqësisht mungon edhe njohuria nga ana e mësuesve, që më vjen shumë keq, pra në çdo klas patjetër ka të paktën 3-4 nxënës me disleksi. Dhe shpesh është perceptimi i gabuar që nuk arrin të nxëri, pa aftë në të nxënë, vështirësi të përgjithshme në të nxënë. Unë mendoj që është koha që mësuesit të trajnohen mbi temën e disleksisë, sepse jo vetëm ndihmon fëmijët në progresin akademik dhe në zhvillimin e potencialit të tyre, por shmang atë që unë kam me shumë rak, pasojat psikologjike dhe sociale të këta fëmijë. Pra dëshira për mos shkuar në shkollë pastaj, sepse përballja me shkrimin dhe leximin është përdit. Torturë për ta. Torturë dhe ezaurim. Dhe këta fëmijë janë ata që kalojnë kohën më të madhe duke u përpjekur me detyrat e shtëpisë dhe duke studiuar. Por sërish rezultatet janë më të ulta. Si është reagimi prindërve? Mamat kryesisht besoj në mazhorancë shoqërojnë fëmijët për trajtime të tilla. Çfarë thonë nënat? Si ndihen? Qajnë ndonjëherë, mërziten, vinë të frustruara dhe më pas fal trajtimeve dalin të lumtura. Ajo përballja e parë. Nënat, prindrit në përgjithësi, shpesh kur vinë e lidhin progresin akademik me inteligjencën. Dhe mendojnë që fëmia ka mungesë inteligjencë dhe ky është mirakull më i madh. Dhe e vuaj, sigurisht. E vuajnë patjetër. Dhe në momentin që shpjegohet disleksia, çfarë është, si vjen, pra është një mekanizëm i brendshëm biologjik që përsëritet në familje. Pra nëse pyesin për historikun e familjes, nga dikush e ka trashëguar, është në gjene. Dhe kuptojnë vështirësitë që ka fëmia, por që ka një inteligjencë normale dhe është një fëmijë i shëndetshëm, atëherë dhe lehtësimi është i dukshëm. Dhe bashkëpunojnë, ne bëjmë ato marrëveshje në qendër familje, që krahas detyrave dhe strategjive që aplikohen në qendër, bëhet dhe mbështetja familjare që ta bëjnë fëmijën pra të ketë një progres më të mirë, edhe një anë psikologjike më të qetë. Dhe ajo ora e studimit që për shumë prindër bërja e detyrave është luftë dhe betejë, kthehet në një program më të strukturuar. Pra ne kemi këshillimin prindëror, pra që tek strategjitë efektive si të studiojnë me fëmijët, si të vendosin kufi, po pa i cënuar ata, dhe deri tek strategjitë e disleksisë dhe progresit të tyre. Ka shumë në Shqipëri? Pra, disleksia është e përhapur? Terreni, në realitet them që çdo klas të paktën 5 fëmijë me disleksi janë. Pra, disleksia sot është e pa identifikuar dhe shpesh ka mungesë perceptimi, por që patjetër disleksia është një masë të madhe në për shkollat shqiptare dhe është një nevojë emergjente për t'i identifikuar në kohë, sepse sa më herët identifikohet dhe diagnostikohet, edhe prognoza është më e mirë dhe ky fëmijë pra arrin të kapi ritmin e bashkëmoshatarëve, sepse duke u vonuar në kohë, duke u rritur klasat, ngarkesa akademike sa vjen dhe rritet, dhe fëmia gjithmonë ngelet shumë më pas se sa bashkëmoshatarët e tij. Shumë më pas edhe pasohet pastaj që ndikojnë gjatë rritjes së tij, duke u ndier i veçuar nga të tjerë, duke ndier kritikuar, që ndikojnë më pas në uljen e vetbesimit, ndonjëherë edhe heqin dorë, fatkeqësisht nëse nuk trajtohen dhe identifikohen, kështu që prindër detyrë shumë e rëndësishme për të kuptuar këtë fëmijë se prindërimi nuk është vetëm të lindësh, unë e them bëj shpesh programe prindërimi në këtë studio. Kërkon vëmendje, por ndonjëherë kërkon edhe të dish, por nëse nuk dini, mund të pyesni edhe të dëgjoni programe të tilla. Diçka të fundit që ketë rëndësishme për ta Një mesazh për prindrit dhe për mësuesit, sepse zakonisht këto vështirësi identifikohen së pari nga prindrit dhe pastaj nga mësuesit nëpër shkolla. Doja t'ju thoja të gjithë prindërve që nëse shikojnë vështirësi te fëmijët e tyre, qoftë në sjellje apo në progresin akademik, të mos shpresojnë që këto vështirësi kalojnë vetë. Pra nëse japin fëmijës dhe një kohë në dispozicion, 3 muaj, 6 muaj, përpjekjesh, dhe këto vështirësi mbeten sërish atyre, të kërkojnë një vlerësim profesional, sepse pika e parë drejt zgjidhjes është pranimi. Pra pranimi, një diagnozë nuk e ndryshon fëmijën, thjesht e përshkruan më mirë atë dhe na ndihmon edhe ne si profesionist, edhe prindrit ta kuptojnë më mirë dhe të zhvillojnë potencialin e fëmijës. Laurena Brako Jusufi, faleminderit që ishe në program e dashur dhe ndave informacione që vlen shumë. Falenderoj dhe të uroj një javë të mbar. Ne Wizi, çfarë bëjmë? Okej, mirë, kemi rritur në fund të programit për ditën e sotme, duke ju falenderuar të gjithë për vëmendjen. Ritakimi jonë i radhës do të jetë nesër, deri atëherë, kalofshit bukur.